Mos i sillni 15, sillni 13, kaq sa të keni. Se nuk erdhen me emrin e Vjosa Osmanit. Unë bëj edhe pjesën tjetër që kandidati juaj të futet në garë me zonjën Feride Rushiti. Dhe epilogu të dijej, do të fiton... Jo. Kjo është e pavërtet. Pse? Jo, kjo është e pavërtet. Kryeministri Kurti ka thënë tekstualisht kështu. Ka thënë më sillni 3 emra, më sillni ju, opozita. Kur zoti Kurti donte të... Oferta për 3 emrat ka qenë deri në fund. Ka thënë më sillni ju 3 emra. Dhe unë po ju garantoj që njërin nga 3 emrat ne e zgjedhim president. Mduke që ofertë më zemërgjër nuk di tjetë bërë ndonjëherë. Ne nuk e bëm këtë për shkak se do të gjente diçka negative që ti refuzonte. Po mirë, pse se provun me qenë, sepse nuk e vun pozitë keqe kryeministrin dhe ti thonin a i kërkove 3 emra, ti sollëm 3 emra. Pse nuk i sollën? Nuk e sollën as emrin e Vjosa Osmanit dhe as kujt tjetër. Pse? Sepse brenda për brenda tyre, ka një luftë të hatashme për pushtet. Edhe PDK-ja brenda për brenda vetvetes, në PDK ti nuk e din kush është kryetari i partisë. Ai që ju bjen grusht antarëve të qeverisë në kafene, apo ai që del edhe mban fjalime në emër të partisë. Apo 3 apo 4 të tjerë. Nuk kemi diçka zyrtare që ka goditur vetë zoti Lushtova. Po ne tash kemi dëshmitarët të cilët kanë treguar hapur çfarë ka ndodhur. Edhe në LDK është e njëjta gjë, i ke së paku 3 kampe të ndryshme, të cilat nuk u i merren vesh me njëra tjetrën. Kështu që... Unë dy të pak të ridi cili është i treti. Kur ta mbyllim biseden, ju tregoj sepse nuk dua t'i ndërhyj LDK-s në çështjet e tyre të brendshme, por e rëndësishme është ajo çështje ka kaluar. E rëndësishme është që me datën 7 qershor kemi zgjedhje. Dhe zgjedhjet kanë qenë jo vetëm të panevojshme, po kanë qenë të paevitueshme. Të evitueshme. Ka pasur oferta edhe ndaj LDK-s, edhe ndaj PDK-s për president, që në fakt kanë qenë shumë të arsyeshme. Kur jeni te ofertat